Tani të shohëm minimumi i nifasit për të përmuajshmet hajzin, apo arabisht haid, thamë se minimumi i saj sa ishte 3 ditë, maksimumi 10 ditë. Ndërsa minimumi i lehonis, i nifasit, thot nuk ka kufi. Minimumi i lehonis, që do thot mundet të rjedh disa minuta edhe ndalet dhe nuk paraqitet më, ajo do të thot se ma ajo e pastër është, se dikush mund të habitet dhe të përmojë, shka kina lidhjen e me këto gjatë, Kemi lidhje se kanë të bëjnë me namazin, kanë të bëjnë me agjerimin, kanë të bëjnë me dispozitat e shariatit, me tavafin, me haxhin. Prandaj ne i bisedojmë këto. Kanë të bëjnë me ibadetet. Diçka tjetër që njerëzve nuk u dhem koka as pak për namazin, se i kalon një namaz, di namaze. Por ju të gjithë e dini se haku më i rëndë për Allahu Xheleshanu është lëshimi i namazit. Haku më i rëndë është lëshimi i namazit, që për fat të keq ne atë më tepër e lëshojmë. Popullata jonë më tepër e lëshon namazin. Për shembull, nëse bisedojmë me dikë dhe i themi: a namazin a agjerimin? Agjerimin nuk e prishën, shembull, namazin e le. Se ka për të bile gjatë agjerimit të në nuk falet. Kjo unë tash nuk do të them se ma merë tash falu e mos agjeroj, jo. Elhamdulillah që agjeron, por ai që agjeron edhe e ka një vetë dije të tillë, ai duhet të kuptoje se namazin e ka edhe pak më tepër obligim. Se para agjerimit vjen namazi, para agjerimit dhe para të gjitha obligimeve tjera vjen namazi. Pastaj Allahu Xheleshanu thot në Kur'an: inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namazi njeriu në largon prej veprave të këqija. Pra nëse njeriu namazin e fal, ai dal nga dal përgatitet për obligimet tjera të Allahu Xheleshanu dhe ndaj njerëzve në përgjithësi. E tash, prandaj ne diskutojmë këtë çështje. Edhe prandaj dietarët në hollësi e kanë diskutuar një gjë të tillë.